Maturantët kanë përfunduar të 4 provimet e maturës shtetërore dhe janë tashmë në pritje të rezultateve, por për provimin e fundit, atë të lëndës me zgjedhje, maturantët kanë ngritur shqetësimin se skema zyrtare e vlerësimit e publikuar nga Ministria e Arsimit përmban një gabim. Skema e vlerësimit kishte bërë një gabim. A bën Ministria e Arsimit gabime? Si kishte bërë një gabim? Dje pas dite ka dalë skema e vlerësimit nga Ministria e Arsimit dhe nxënësit, por edhe në fakt disa mësues kishin vënë re që në një pikë ushtrimi i zgjedhur sakt kishte një gabim në formulë, diçka në rrënjë katrore, kub, diçka e tillë. Dhe pyetja është, korrigjuesit a do ta korrigjojnë sipas kësaj skeme të ndalë nga Ministria e Arsimit apo siç është ai ushtrim në të vërtetë? Sepse nëse ky korrigjim bëhet sipas asaj skeme, normalisht do të ulen ato pikë dhe do të ulet nota e provimit dhe gjithashtu do ndikojë edhe në gjithë mesataren e të treja viteve të shkollës së mesme, edhe për një nxënës që ka punuar shumë fort. Benila Hoxha, një nga maturantët pjesëmarrëse në këtë provim, u bën thirrje të gjithë bashkëmoshatarëve të prekur nga kjo situatë që të reagojnë dhe të kërkojnë sqarim e korrigjim nga institucionet përkatëse. Ajo thekson gjithashtu se mungon interesi dhe guximi i të rinjve për të ngritur zërin në kauza që kanë vërtet rëndësi. Po çfarë thirrje bëni ju me një rast të tillë? Ne në fakt flasim për gjëra që nuk ndikojnë drejt për së drejti te ne, ama për gjëra që ne na ndikojnë jo vetëm si individ, na ndikojnë edhe në të ardhmen tonë, edhe në formimin tonë, edhe në ndikimin që ne pastaj kemi në shoqëri. Ne nuk marrim përsipër, nuk marrim guxim, nuk marrim riskun që të dalim dhe të ngrihem zërin. Rasti konkret për shembull është që pas mbylljes së TikTokut nga qeveria, të gjithë adoleshentët, maturantët të rinj ishin shumë të revoltuar dhe këtë e treguan në çdo video, në çdo postim, ama për gjëra që i prekin nuk pash që t'i ngrenin zërin aq shumë. Ndoshta do kemë përgjigjen që edhe nuk kanë se ku ta ngrenin zërin, po mundësia gjendet nëse ti ke aq shumë dëshirë dhe aq shumë pa kënaqësi.